Unë kam kënaqësinë t'ju përshëndes përsëri. Javën e kaluar kena qenë bashkë, kemi shoqëru dhe kemi përfitu diçka nga aja çka ka qenë si prezentim. Ju e dini se ky është vita e tretë praktike, në radhë vita e pestë me ata pjesë teorike cilët i kemi pas duke zhvilluar këtë projekt, cili flet për shijet e ulqinit, për gastronominë e ulqinit, edhe për atë çka ishte gastronomia e rëndësishme, po mbi të gjitha ishte diçka çka na bashkon. Se shijet e mira, degustimi tyne, veç mund t'jetë në favorin e tanë neve, edhe aja ishte ku s'kemi barjera, i thejmë të gjitha paregjukimet, shijojmë edhe knaqena duke shijuar ata specialitetet cilat janë ba ma tradit në këtë vend. Unë sot, përveç kolegës time Ariones, cila ishtë këtu asistente të thuj atyne që gatujnë, kam dëshirë të madhe edhe një krenarit posaçme, se ka mundësi t'ju prezentoj për e jush Iqbalën Vuković, cila e ka tregu vetin në këtë lami si profesioniste. Aja shka unë do të ndaloj, kur ish Iqbalën pytje, dhe veprimtaria, personaliteti saj, edhe përkushtimi i saj, gjeturia në momente më të vështira, cilat i ka kalu ky qytet, kur janë çështje ekonomike në pytje, aja para disa dekadash, është pionire e asaj gjaje, e ka vlerësu se mjeshtria, cilën e ka trashëgu nga paret e veta, e ka përvecu vetë, mund tjetë diçka çka ka mja mundësu ekzistencën ekonomike familjes saj. Aja ishte dëshmun gjatë punës saj, cilën e ka punu me tepër përkushtim, edhe ku ishtë ma vlera i ati vizion, ati angazhim edhe ati përkushtim. Se ka qenë inspiruse për shumë femra nga ulqini, cilat po ashtu, e kanë marrë atë veprimtari si pjesë bazë për me ndihmu ekonomine shtëpis vetë dhe t'ja mundësojnë një sigurim ekonomik e mbi të gjitha. Ata, Iqbalja, si pionere, edhe ata pasarëset e saja, e kanë ba edhe një gja megalomane. Aja është se asë një solemnitet, pa dëbahet aj në këtë ambient këto, bëhet në shtëpi, dëbahet në ambiente shumë atë mëdha, si primavera e mas t'i numëroj të gjitha, nuk mund të anashkalohen aja në meni, aja që ishtë tradita e këti vend. Dhe me thanë, faktikisht, aja që ka qene trashëgume, aja për çka mundohemi të gjithë ne e cilë ka pak jena mundu t'i ndihmojmë se aja vlerësohet, favorizohet, të mbërohet, edhe tjetë pasuri jo materiale e këti vend, ata me punën e vetë, me përkushtimin e vetë, atë veç e kanë arritë. Në të gjithë jemi dëshmitar se aja ishte diçka çka me dëvërtet i përcjell të gjitha solemnitetet, do me thanë se s'du t'i përmeni edhe momentet piklimit cilat i kemi në familje, cilat po ashtu janë rujt. Edhe traditat, po të gjitha ishe rujt aja me çka jena karakterizu edhe çka duhet t'ja lajmë dikuj pas nesh. Ajo sot do t'ju demonstrojnë një praktike, aja që ka i thojmë ndoshta edhe kulmi i gastronomisë, aja ishtë Sarajlia Ulqinit, për atë është japë fjallën Arionës. Une
do t'ju drejtohem edhe në disa fjalë gjuhën malezeze, për shkak se kemi po ashtu një zonë cila të gjitha punëtorit tona i ka përcjell, edhe me knatësi ishte duke mbledh përvoja edhe praksa për me mujt edhe vetë në veprimtarinë e saj, cilën e ka përzgjedh të shtin në të këto çka janë specialitetet e uqinit. Mirela, ja tebe i sve ostale prisutne ovdje koristim priliku da pozdravim, normalno prije svega autora projekta Mustafu Canku na njegovoj fantastičnoj ideji. To se i pokazalo jer uvijek smo imali učesnike koji su sa velikom pažnjom pratili i ono što nam je želja da se ovo i dalje bude inspiracija posebno za mlađe generacije. Ono što ja danas moram istaći, uz uvažavanje svih prije koje smo kao gošće imali ili kao žene koje su demonstrirale ovdje svoje sposobnosti i jela koja smo prezentirali, to je gospođa Iqbala Vuković, koja je pionir u ženskom preduzetništvu baziranom na ulcinskoj gastronomiji i ulcinskim specijalitetima. Ona je to sa velikom posvećenošću, sa velikom ljubavlju radila, a da ne kažem i majstorlukom koji je naslijedila od svojih pretkinja i time je prepoznala mogućnost da u najtežim vremenima kroz koje je prolazila ova država i ovo mjesto omogući dodatnu ekonomsku stabilnost i jedan dobar ekonomski opstanak svojoj porodici. Ono zbog čega je meni to mnogo značajno i svima treba da nam bude značajno je i to što je Iqbala time bila velika inspiracija za brojne žene koje su se također počele baviti u svojim radionicama i kućnim ambijentima time i normalno to je bila velika ekonomska potpora i velika stabilnost za njih i njihove porodice. A ono zbog čega je najznačajnija, posebno kada je naš projekat u pitanju i uopšteno svi ovi projekti koje radimo vezano za gastronomiju, što je od tada postalo praksa da nijedan skup, bilo da se odvija u okviru domaćeg ambijenta ili ovako manjih ambijenata poput ovoga slavnog restorana Karolea u Valdanosu Ulcinskom ili Primaveri i ostali mjestima, da ih sve ne nabrajam, prosto je nezamisliva nijedna svečana ili ona druga trpeza bez tih specijaliteta. Oni su njihovom umješnošću, jer rijetko ko bi imao mogućnosti da danas ili fizičke, da kažem, spremnosti, da za toliki broj zvanica sam sprema, ali su one to uvrstile u ponudu na sofri i to je postalo dio obaveznog menija za posebno svečane prilike. Znači da je žena uspjela da na nekoliko kolosijeka, možda tada ni svjesna toga nije bila, postigne misiju brojnih i nas danas koji pokušavamo da ulcinske specijalitete nađemo načina, nađemo puta, zaštitimo, zašto ne, da budu i pod zaštitom UNESCO-a kao velika nematerijalna baština ovog mjesta koja nam je ostala u nasleđe. Danas, poslije onih praktičnih, poslije 2 degustacije i praktičnog prikaza spremanja 2 jela, imamo vrh ili kraljevsko prikazivanje, a to je slavna ulcinska sarajlija. I od koga bi mogli više naučiti
u praksi, nego od gospođe koju sam malo prije predstavila. U to ime ja želim da se svi lijepo družimo, da ovi dani i ove prilike koje nam je Mustafa omogućio, nam omoguće da i dalje budu naša veza spojilja ili ono što nas zbližava. Jer ništa više ljude ne zbližava nego dobra gastronomska ponuda. Hvala. Me të vërtetën, nderuara zonja, pas asaj që Tigja shpalosi, çdo pika apo presje do ishte e tepërt për të thënë diçka më shumë për aktivitetin e zonjës së nderuar, me të cilën edhe unë sinqerisht kam shumë kënaqësi që të punojnë, le të themi, sot bashkë. Sot kemi mbase ëmbëlsirën më të komplikuar nga kuzhina jonë tradicionale dhe me shumë kënaqësi, të gjitha ne mund të theme plot gojë duhet që të shfrytëzojmë rastin, që të huazojmë mënyrat se si zonja Iqballa e bën, sepse është sinqerisht mënyra më e veçantë në territorin e komunës së Ulqinit. Ju falenderoj edhe një herë që keni planuar të jeni pjesë e kësaj punëtorie. Nuk na mbetet gjë tjetër veç se të fillojmë me punë, sepse dim që Sarajlia don shumë kohë. Me qëfar fillojmë, zonja Bale? Ju brumin tashmë keni përgatitur? Brumin e përgatitme, 2 kg gjys mill, 5 vo, uj sa të marrë dhe 1 pikë vaj, kur gjatë tjetër s'ka këto. Pa fillojmë tash kismet, bismillahi. Në sa kulaqa e ndajmë? Që tash pa shifni. Unë s'njefi gja, një kje ish masa. Sa dalin? Sa dalin. Mënyra më e mirë. 2 kg gjys mill, ja. Është kjo masa e cila përdoret edhe kur ta porosisin për sarelit madhe. Sa kohë ju merr juve në shtëpi? Ose sa ish rekordi që ju keni mujt me bëa për shembull për një ditë caktuar? Pa veti bëj vetë 3 sarajlia veç mi pjek, e një nesër mi përvlu. Se s'mund me më rritë dhatë. Tash me gratë kanë filluar që të pysin. Da. Pa priča që srpski, nema veze. Mund të sjellim se ashtu kemi vepruar edhe gjatë punëtorisë kaluar. Pa. Që s'ka problem, pa. S'kena nevoj 2 herë, pa. S'ka problem. Evo, sa do. Znači, zbog naši gostiju, mi ćemo nastavljati na crnogorskom jeziku da bi... Da. Ja, samo... Vešte ruke, pa to svaki dan, gospođa radi sa puno ljubavi. A Mirela nam je odatle? Ja sam ispera, pa i prapasišni 2 kg gjys mill. Pa 55 cop dalin jashtu. Sa mren, pa ma pak se kë filxan. Manje od jedne male šoljice. Manje od ove šolje. Znači manje od jedne na 2,5 kg. To je samo za jedan pleh što pečem. Za drugi pleh upotrebljavam krajeve i mjesim još 1 kg brašna sa 2 jaja i malo ulja i vode koliko ide. Da ide, ono ne ide ništa, nego da se iskoristi. Otprilike, da. Samo se iskoristim jedan put, za drugi put ne. Da. Najviše pitanja do sada i najviše interesovanja sa strane učesnika. Pošto je... Jako brzo vam ide. Jer ovo ne radim sa brašnom sad, nego sa skrobom ni šestom. Radi malo veće. Radi li ko je od vas Sarajliju ili... Moja mama je radila, ja sam kao stakata za tijesta. Što znači da polako gubimo, nažalost, i zbog toga je i cilj ovog projekta da i mi mlađe generacije budemo, znači da prenesemo na druge generacije ovu bogatstvo naše kulture. To bi bilo lijepo da hoće mladi. Da hoće. A doći će to, ne može.
Ne može da izume, ne može. Dovoljno je da jednom probaju pa da ukus da im ostane u ustima i sjećanju pa Da. da se Bona da kesa me ne psem thamen. Tani do t'i mulojmë, sad ćemo ih pokriti da se ne osuše. Sad se pokrivaju da bi ospjele. Da mogu da radim. Super je što. Tash unë kështu dhe të bëj. Kështu t'i vetë. Të s'kam nevojë edhe për shumë fjallë, se ishtë... Atë shpak. Ovo je sad ništa, ja? Jeste. Jer ona i smekša da bi mogla da... Edhe ky është një sekret në base të cilin unë t'jeme sinqert deri këto momente nuk e kam ditë. Qeta shpa, shef. Kao što vidite i kao što smo naveli na početku, interesovanje je stvarno veliko da bismo učili kako se pravi tradicionalna ulcinska sarajlija. I tu je naša Aldina, koja želi da pomogne i to radi, kako vam se čini, gospođa Balja? Odlično, odlično. I to radi odlično. Naučila svekrva, svaka čast na to. Živele naše svekrve. Ja pred ovim, kako se zove. Rekla sam i prošli put, Aldina i uči, dobra je i za kućne poslove, ali između ostalog ona radi na doktoraturi svojoj, znači da zamašala. To je najbolje. Još malo. I gotovo. Znači na doktoraturu, ne budem doktorirati. Svakako ako Bog da. Gdje ide? Gdje? Ako Bog da. Odlično. E sad moja svekrva tu malo ovako. I evo, to je to. Hvala. Bravo Aldina! Pasi që zonja Bale, me ndihmesën edhe të Aldinës, të cilën e falenderojmë, ka arritur që të halloj plot 55 kulaça, ashtu si ne i themi, apo kuleç. Tani kalojmë në fazën tjetër. Çka bëjmë zonja Bale? Tash fillon me hapim, për kishim i lënë edhe janë 5 minuta apo shuse. Në rregull. Atëherë, pasi që i kemi hallu, i lamë për disa minuta që të qëndrojnë në këtë mënyrë të mbuluara me cellofan me qëllim që mos të thahen, edhe vazhdojmë me procesin tjetër që t'i hapim të gjitha bashkë. Kena fillu që të hapim petët. Unë me dur se jam mësu kështu. Ne paraprakisht kemi shkrir gjys kilogrami gjallë. Edhe i pjekim 2 hesha, ashtu? Pa, pjekim 2 këcit e psijash, me ka 55 kulaça, i pjekim ka 1 sahat e gjys do të në nëjnë furë. Temperaturë turtë, me siguri. Pa, një herë e vend normal që të fitojnë atë bojën e bukur, me së ndaj, ja ulim edhe e lam 1 sahat e gjys. Fillojnë një të një.
kemi mbritur tek peta e 54, edhe një edhe arrim përfundim, edhe kalojmë tek procesi i pjekjes, ku siç na zbuloi edhe zonja Bale, rreth 1 orë gjys duhet që të qëndroj në furr. Do thot 2 herë ka 55 Pa, peta. tash pa shikojmë kur të piqet nëse. Lumshin durt. Nikash, lumshin durt, se më thanë, primande lumshin durt. Ja E presim. presim kamet. Qitet i që balo. Edhe këtë mund të shfrytëzon për pjesën tjetër. Për pjesën tjetër, këtë xam edhe një herë dhe shtom edhe i qile mill. Ja hekim edhe i fije i shtritet trashinat. Që, edhe kesh gati për me shtit. Shiro brashna, i ka jaja, i dodate. Da. Jeste. E tash këtë e qom furrë dhe Mirë. Qa, da me nëse kësa ne i kalzom kur ta pjekim. Që, Për mashallah. që. Tash kur piqen 2 Faleminderit, petat, Shqiqko. i kena pje këto 2 peta, me ka 55 kulaqa, Leko. edhe mëse ne i përvlom 2 tepsia, me shërbet bam 6 tegla sheqer, tegla kështu gjemit, Leko. 6 uj. I vem u vlu, nja 15 dakika me vlu, i përvlom të dyjat. Kur përvlohen 2 tepsia, e venom edhe iqin, to i qesim një maslac, shkrimun, edhe këtë shërbetin si të pran, i qesim edhe Ja pak shtom sheqer, kësaj i qesim edhe pak sheqer e bam më trash, edhe ja shtom kësaj, deri sa ta shofim si është ashtu normal, as but, as ja vem nërmjet, vem të iqin edhe këtë cipri. Edhe Sarajlia gati. Edhe Sarajlia me se vjen gati. Edhe në gjuhën tjetër të Përish. Pa. Kad pečemo oba dvije ove po 50 i nešto kora, onda stavimo u 2 pleha ovako i pravimo šerbet. 6 tegli šećera, 6 tegli vode. Kuvamo 15 minuta kad počne da vri. I onda zalijemo oba dvije ove tepsije. Onda uzmemo onoj šerbet što je ostao, što nije išao za ove dvije, stavimo još teglu šećera i kuvamo još 10 minuta. I onda sa tim vrelim šerbetom stavljamo ovdje na ove orahe. Ovdje ima 2 kila oraha i 400 grama prezle. Da. I onda i jedan maslac rastopimo i stavimo unutra. I jedan maslac ovdje. I onda sastavimo ove dvije kad su onaj. Jednu, na primjer, kad stoji ovako, drugu uzmem sa plehom i stavim preko fila. I onda sutri dan sječem na kocke i stavim po 1 orah, vidjet ćete gotovu kad bude. To, bravo. Ovo je finalno. Finalno, sad možemo je pojesti. Zonja Balja, Svima da Bog da. Gjithë inshallah. faleminderit me zemra zonja Balja që keni ndarë sekretin e përgatitjes së Sarajlis tradicionale të Ulqinit me të gjithë ne, por edhe me shikuesit e shumë përmes Kush rrjeteve dhe si ka sociale. qef, treja të vinë ke unë për ditë, cilat dojnë me pa, çka baj. Ju falenderojmë shumë. Dhe ju dëshirojmë shumë shëndet. Tana fjalë, cilat i kam thënë në fillim, gjatë prezentimit, besoj se keni qenë të gjithë dëshmitare dhe dëshmitar, se nuk kanë qenë tepërta, kanë qenë reale, edhe zonja Iqbale sot për nesh me të vërtet ka baj një demonstrim të mrekullueshëm, diçka që nuk ish lehtë të demonstrohet edhe të prezentohet para opinionit. Ja samo da kažem, sve riječi koje sam na početku rekla su potvrđene onime čemu smo svi danas ovdje prisutni svjedočili. Jednoj fantastičnoj demonstraciji i na kraju finalem koji je stvarno par excellence potvrda svih mojih riječi i ja joj čestitam još jedan put na svemu. Tani është koha që bashkë ta degustojmë.